Në shtëpinë e Big Brother Kosova, prej se ekziston ky format, nuk kishte ndodhur kur ajo që ndodhi sonte. Publiku shqiptar ka parë debate, përplasje, dashuri, xhelozi, lot dhe pajtime, por kur nuk ka parë një situatë ku rregullat e lojës të thyen kaq hapur dhe produksioni të bëjë sikur s'po sheh asgjë. Sa Polimi është afruar te shtëpia e Big Brother, Alba ka dëgjuar zhurmën e makinës dhe pa menduar 2 herë ka dalë me vrap prapa shtëpisë. Kamerat e kanë kapur qartë momentin, banorët e tjerë kanë mbetur të shtangur, ndërsa jashtë, në rrjetet sociale dhe portale, ka shpërthyer një stujë e vërtet reagimesh. Takimi i saj me Limin, jashtë çdo rregulli dhe pa asnjë ndërhyrje të produksionit. Ka ngritur një pyetje të madhe: çfarë po ndodh me këtë format? Të gjitha portalet po shkruajnë një zëri: pse produksioni lejon këto gjëra? Si është e mundur që një banore të dalë nga shtëpia sa herë t'i teket, të takoj njerëz nga jashtë dhe pastaj të kthehet brenda sikur s'ka ndodhur asgjë? Ku mbetet drejtësia ndaj banorëve të tjerë që po e respektojnë izolimin, rregullat dhe sakrificën e këtij formati? Opinioni shqiptar po zien. Komentet janë të pafundme. Disa thonë se kjo është skandal, disa thonë se loja u prish përfundimisht, të tjerë akuzojnë produksionin për favorizim të hapur ndaj Albës. Një gjë është e sigurt, besimi i publikut është lëkundur rënë. Ky emision është ndërtuar mbi një parim të shenjtë, izolimin total. Banorët futen brenda, shkputen nga bota, nuk kanë kontakte me jashtë, dhe pikërisht aty lind dhe vërteta e karaktereve të tyre. Në momentin që dikush del, takon persona, merr informacione apo përjeton emocione nga jashtë, loja vdes. Nuk është më Big Brother, por një teatër i manipuluar. Alba nuk duhet të lejohet të hyjë e të dalë nga shtëpia sipas dëshirës. Kjo nuk është shëtitore, nuk është obor lagjeje. Mira të rinj kanë ndëruar të jenë pjesë e atij formati dhe kanë pranuar rregulla shumë më të ashpra. Pse për të duhet të ketë standard tjetër? Banorët e tjerë sonte dukeshin të tradhtuar. Në fytyrat e tyre lexoi habi, zhgënjim, nervoz. Disa prej tyre kanë qëndruar me muaj pa parë familjen, pa dëgjuar një zë të njohur, duke respektuar çdo pikë të kontratës. Dhe pa pritur shohin që një banore del me vrap dhe takon njeriun e saj pa asnjë pasojë. Ky nuk është më vetëm problemi i Albës. Ky është problemi i produksionit. Publiku nuk po e sulmon thjesht një lojtare, por mënyrën se si po menaxhohet i gjithë spektakli. Nëse sot u lejua kjo, çfarë do të lejohet nesër? Takime të tjera? Mesazhe nga jashtë. Informacione të fshehta, rrjetet sociale janë mbushur me thirrje për përjashtimin e saj. Disa kërkojnë sqarim zyrtar, disa kërkojnë anulim të nominimeve. Të tjerë po flasin për bojkot të emisionit. Kur më parë opinioni shqiptar nuk ka qenë kaq i bashkuar kundër një padrejtësie televizive, njerëzit nuk janë budallënj. Publiku shqiptar e ndjen kur po mashtrohet. Big Brother nuk është thjesht një program argëtimi, është një kontratë morale me shikuesit. Ajo që shihni është e vërtetë. Sonte kjo kontratë u thye, dikush mund të thotë se Alba veproi nga emocionet. Mund të jetë e vërtetë. Por rregullat nuk bëhen për momentet kur je i qetë, bëhen pikërisht për momentet kur emocionet të marrin përpara. Nëse çdo banor do të vepronte si ajo, shtëpia do të kthehej në kaos, ku ishte vëllai i madh sonte. Pse nuk pati asnjë reagim të menjëhershëm? Pse nuk u ndalua? Pse nuk u mor asnjë masë disiplinore? Këto janë pyetje që po i bën çdo shqiptar përballë ekranit. Ky format ka krijuar hyje, ka rrëzuar maska, ka treguar histori të forta njerëzore. Por mbi të gjitha ka mbijetuar fal besimit. Në momentin që publiku fillon të besojë se dikush është mbi rregullat, gjithçka shembet. Alba mund të ketë ndjenjat e saj, historinë e saj, dashuritë e saj. Askush nuk po e gjykon si njeri. Por si banore e Big Brother ajo ka detyrime. Dhe sonte i shkeli të gjitha, sot nuk po flitet më për lojë, por për dinjitetin e një programi kombëtar. Portale, analistë, ish-banor, gazetarë, të gjithë po e quajnë precedentin më të rrezikshëm në historinë e këtij spektakli. Nëse produksioni nuk reagon fort dhe qartë, mesazhi që i jepet publikut është vetëm një: rregullat vlen për disa, jo për të gjithë. Dhe atëherë pse duhet ta ndjekim më këtë emision? Pse duhet të besojmë në votime, në nominime, në drejtësi loje? Sonte shqiptaria nuk po flet për një puthje, as për një xhelozi, as për një debat. Po flet për një padrejtësi të hapur. Dhe kur një popull i tërë zien për të njëjtën gjë, dikush duhet të mbajë përgjegjësi. Big Brother Kosova duhet të vendosë: është format serioz apo shfaqje pa rregulla?
sepse pas asaj që pa mësonte, asgjë nuk është më si më parë. Alba, unë po të dëgjoj prej ditësh dhe sinqerisht po mundohem me të kuptu, po s'po di nga me ta kap fillin. Ti njëherë del single, njëherë e dashuruar, njëherë e martuar, njëherë thua s'ke njeri në jetën tënde, pastaj të del një histori tjetër. Na ke fut të gjithve në një lëmsh që as vetë s'po e dallon më çka është e vërtet dhe çka është lojë. Në përplasjen me labinotin ti u mundove me dal viktim, po fjalët e tua të tradhtojnë vetë. Një ditë thua unë jam e lirë, si jap llogari askujt, ditën tjetër flet si grua e martuar që ruan nderin e shtëpisë. Njëherë mbaron për ludon, i hekuros rrobat, i rrit e koka, i flet me ëmbëlsi sikur po ndërton jetë me të. Pastaj kthehesh e thua jo, unë s'kam asgjë, thjesht shoqëri. Pa kaluar 2 ditë fillon një film tjetër me limin, shikimen, xhelozi, fjalë të nënkuptuara. Knej thua jam e martume, anej sillesh si e dashurume. Na kërkon me të marrë seriozisht, por ti vetë s'po e merr seriozisht historinë tënde. Labinoti ta tha në sy atë që shumë veta po e mendojnë. Nuk mundesh me lujt me 2-3 porta dhe pastaj me bë sikur të gjithë të kanë keq kuptu. Nuk është problemi se kë pëlqen ti, problemi është që sot thua një gjë, nesër një tjetër. Sot shet moral, nesër bën xheloze një djalë tjetër, ti thua mos më gjykoni, po je ti që na jep material çdo ditë. Askush s'ta ka imponu me i hekuros rrobat ludës, askush s'ta ka kërku me i fol limit me atë afërsi, askush s'ta ka detyru me u prezantu herë si beqare dhe herë si e martuar. Ne këtu po mundohemi me kuptu kush je realisht, jo personazhin që ndëron sipas situatës. Sot e sulmon labinotin pse të vuri para pasqyrës, por ndoshta ajo pasqyrë të duhet më shumë se çdo justifikim. Vendosu me veten njëherë, Alba. O je single dhe e lirë me jetu si të duash, o je e dashuruar dhe sillu si e tillë, o je e martuar dhe respekto atë status. Por këto 3 versione bashk nuk rrin dot, sa do të mundohemi ne me i lidh. Unë s'kam asgjë personale me ty, po s'mundem me duar trokit një njeri që çdo javë shpik një histori të re dhe pastaj nervozohet pse të tjerët s'po e ndjekin skenarin e saj. Këtu nuk jemi në serial, jemi me njerëz real, me ndjenja reale, dhe labinoti ndoshta foli ashpër, por foli drejt, më shumë se me u kap me të tjerët, kapu me të vërtetën tënde. Se ne akoma se dim cila është. Eliona është shprehur e sinqert, dhe unë këtë gjë nuk mund ta mohoj. Madje e respektoj. Duhet guxim me fol për veten pa filtra, me i nxjerr ndjenjat ashtu siç janë, sidomos në një vend ku çdo fjalë peshohet, ku çdo lëvizje gjykohet. Por brenda meje ka mbetur diçka që më djeg, diçka që s'po më lë me marr frym lirshëm. Më vjen inat vetëm për një gjë dhe dua me e than hapur, pa rrotullime, pa zbukurime. Unë në jetën time deri sot jam ruajtur shumë. Ndoshta më shumë se ç'duhet. Jam rrit me idenë që njeriu duhet me pas kujdes me emrin e vet, me figurën e vet, me atë çka i jep botës. S'kam dash kur me ju dhan njerëzve material me më përtyp. Me më gjyku, me më vendos etiketa që s'më përkasin. Sidomos në këtë pjesën intime, në këtë pjesën e ndjeshme të jetës së një vajze. Kam zgjedh gjithmonë heshtjen para zhurmës, distancën para afërsisë së gabuar, mendjen para emocionit. Sa herë kam qenë në situata ku mundesha me u lëshu, me jetu momentin pa mendu gjatë, diçka brenda meje më ka ndalë. Kam thënë, jo, ruaje veten. Jo, mos i jep askujt të drejtën me fol për ty. Dhe kështu kam ndërtu një mur që më ka mbrojt, por edhe më ka vetmu, dhe ja ku vjen Big Brotheri. Një botë tjetër, një realitet i mbyllur ku koha nuk ecën si jashtë, ku ndjenjat zmadhohen, ku vetmia të shtyn me u kap pas kujto që të jep pak ngrohtësi. Aty nuk je thjesht ti, je ti nën drita, nën kamera, nën mira sy. Dhe pikërisht aty më ndodhi ajo që se kisha mendu kur se do më ndodhte, një moment. Vetëm një moment dobësie. Një afrim, një emocion i pa llogaritur. Klodi u qua direkt dhe e puthi Elionën. E tha me atë natyrën e vet, ti je budallachk, dhe në zërin e tij kishte dashuri, kishte vrull, kishte diçka të vërtetë. Ai u emocionua, ndoshta harroi ku ishte, ndoshta harroi kamerat. Por unë nuk i harrova dot, në atë sekond më kaloi e gjithë jeta para syve. Mendova për familjen time, për njerëzit që më njohin, për veten time të dikurshme që është ruajtur kaq shumë. Thash, pse pikërisht mua? Pse pikërisht këtu? Pse para gjithë shqiptarisë? Nuk ishte thjesht një puthje. Ishte ndjesia sikur gjithë mbrojtja ime u shem, më dhembi jo se ndodhi diçka njerëzore. Më dhembi se unë nuk jam ajo vajzë që i lë gjërat me ndodh para syve të botës.
Nuk jam rrit ashtu. Jam mësu me i mbajt gjërat për vete, me jetu larg zhurmës. Dhe papritur u gjeta në qendër të një historie që nuk e kisha shkruar vetë, e di që shumë njerëz e pan thjesht si një sken televizive. Disa qeshen, disa gjykuan, disa e harruan të nesërmen. Por për mua nuk ishte kaq e thjesht. Për mua ishte përplasje mes asaj që kam qenë gjithë jetën dhe asaj që u shfaqa aty brenda. Fillova me e pyet veten, mos jam unë gabim që jam ruajtur kaq shumë? Mos jeta nuk jetohet me rregulla kaq të forta? Apo ndoshta thjesht u gjenda në vendin e gabuar në momentin e gabuar? Eliona pati guximin me fol. Unë në fillim vetëm heshta. Sepse heshtja ka qenë streha ime gjithmonë. Por sa më shumë kalonin ditët, aq më shumë e kuptoja që kjo peshë s'mund të rri brenda meje. Nuk dua që njerëzit me më pas i dinë që s'jam. Nuk dua që një moment me e përkufizu gjithë karakterin tim. Unë jam shumë më tepër se ajo sken. Jam vajza që ka luftu për veten, që ka punu, që ka dash me ndërtu një emër të pastër, por jam edhe njeri. Dhe njerëzit ndjejnë. Njerëzit gabojnë. Njerëzit ndonjëherë dorëzohen para emocioneve, më vjen inat, po. Do gënjeja po të thoja të kundërtën. Sa herë e kujtoj atë moment më shtrëngohet stomaku. Por njëkohësisht po mëson diçka të re për veten, që nuk mund ta kontrolloj çdo gjë. Që jeta nuk është skenar i shkruar me vizore, ndoshta ajo që ndodhi nuk ishte fundi i botës. Ndoshta ishte thjesht një pasqyrë që më tregoi sa shumë pres nga vetja. Sa shumë frikë kam nga gjykimi. Sa shumë pesh i kam dhënë fjalës së të tjerëve, sot po mundohem me u pajtu me veten. Me e pranu që edhe unë kam të drejtë me qenë e dobët ndonjëherë. Me e pranu që një moment nuk e fshin një jetë të tërë, dhe mbi të gjitha, me e pranu që unë nuk jetoj për kamerat, as për gojet e botës. Jetoj për veten time. Dhe kjo ka më rëndësi se çdo gjë tjetër. Skandaloze Alba dhe Limi dalin jashtë shtëpisë së Big Brother dhe shkembejnë puthja ata janë e fotografuar nga jashtë shtëpisë. Kjo gjë ka ngjallur shumë reagime në rrjetet sociale. Banorja është fotografuar kur Limi ka ardhur afër shtëpisë së Big me makinë. Alba njeh shumë mirë zhurmën e makinës së Limit dhe ka dalë me vrap e ka takuar në fotografinë. Shihen që Alba është e afruar të puthi Limin dhe të hidhen fjekësit e Big Brother Kosova kanë reaguar ashpër për produksionin që ka lejuar këtë gjë ky moment. Ka krijuar pikpyetje të mëdha në formatin e Big Brother përderisa një banore ka dalë jashtë shtëpisë së Big Brother. Shumë njerëz mendojnë se Alba po favorizohet shumë nga produksioni. Deri tani asnjë sqarim nga Big Brother Kosova pse Alba ka dalë këtu dhe nuk është ndeshkuar. Alba nuk mund të dalë dhe të hyjë sa herët i dojë qefi. Mbrëmja kishte rënë mbi shtëpinë e Big Brotherit dhe dritat e oborrit i jepnin vendit një pamje gati filmike. Banorët ishin shpërndar në përqoshe të ndryshme, disa gatuanin, disa rrinin shtrirë, të tjerë bënin plane për nominimet e radhës. Në verandën pranë pishinës, Benita dhe Hygerta po bisedonin me zë të ulët, larg veshëve kurioztar të tjerëve. Tema, si zakonisht ditët e fundit, ishte Klodi dhe raportet e tij brenda shtëpisë. Benita rrotulloi filxhanin e çajit në duar dhe tha papritur, sikur e kishte mbajtur prej kohësh brenda, unë dhe Klodi shkojmë më shumë se Eliona dhe Klodi. E ndjej, nuk e them për xhelozi. Thjesht ne kuptohemi ndryshe. Hygerta e pa me vëmendje. Ajo e njihte mirë Benitën, e dinte kur fliste nga zemra dhe kur fliste nga inati. Këtë herë zëri i saj kishte diçka të sinqertë, pak të pasigurt, si njëri që kërkon konfirmim. Pse e mendon kështu? E pyeti Hygerta duke afruar karrigen, sepse ne flasim për gjëra të vërteta, vazhdoi Benita. Kur jam me të nuk kam nevojë të bëj rol. Me Elionën ai duket sikur luan, sikur përpiqet të jetë dikush tjetër. Ata nuk janë tipa të njëjtë. E sheh edhe ti, apo jo? Hygerta heshti për disa sekonda. Në shtëpi çdo fjalë kishte peshë dhe ajo nuk donte të ndizte një zjarr të panevojshëm. Por nga ana tjetër nuk donte as t'i gënjente shoqen. Këtë mendim kam dhe unë, tha më në fund. Edhe mua më duket se ti me Klodin keni një lloj kimie që nuk e kam parë me Elionën. Por duhet të jesh e kujdesshme, këtu brenda gjërat ngatërohen shpejt. Benita mori frym thellë, sikur një bar ju hoq nga kraharori, nuk dua të dukem sikur po futem mes tyre. Thjesht më vjen keq kur e shoh duke u sforcuar me të. Kur është me mua qesh ndryshe, flet ndryshe.
Ato të dyja nisën të rikujtonin momentet e ditëve të fundit, bisedat e gjata në kuzhinë, mënyrën si Klodi e kërkonte gjithmonë mendimin e Benitës, si i linte vend pranë vetes në divan. Hygerta i kishte vënë re të gjitha, edhe pse nuk i kishte komentuar kur me zë. E di çfarë më bën përshtypje? Tha Hygerta. Ai me ty flet për familjen, për jetën jashtë, për gjërat që e trembin. Me Elionën flasin vetëm për lojën, për kamerat, për strategji. Pikërisht, u gjallërua Benita. Dashuria nuk është strategji. Unë nuk dua ta fitoj si trofe, dua ta njoh si njeri. Në atë moment nga brenda u dëgjua zëri i Klodit që po qeshte me disa banor të tjerë. Benita u kthye instinktivisht nga dera dhe fytyra i u zbut. Hygerta e vuri re atë shikim dhe e kuptoi sa e thellë ishte ndjenja. Ti je dashuruar, i tha me gjysmë buzëqeshje. Jo. Nuk e di, u hutua Benita. Ndoshta po. Ose ndoshta thjesht më pëlqen mënyra si më bën të ndihem. Biseda vazhdoi gjallë. Ato folën për frikën e refuzimit, për paragjykimet e publikut, për faktin se çdo hap i tyre ndiqej nga mira sy. Hygerta i tregoi se edhe ajo kishte dyshimet e veta për raportin Klodi, Eliona. Unë i shoh dhe më duken si dy rrugë paralele, tha Hygerta. Ecën krah për krah, por nuk takohen kurrë. Kurse me ty ai ndalon, dëgjon, të sheh në sy. Benita buzëqeshi lehtë, po sikur të jem duke e imagjinuar të gjithë këtë. Instinkti i një gruaje rrallë gabon, ja ktheu Hygerta. Por duhet të flasësh me të. Jo me nxitim, jo me xhelozi. Thjesht si që je ti, ajo natë i afroi edhe më shumë dy vajzat. Mes tyre u krijua një aleancë e heshtur. Jo kundër dikujt, por në mbrojtje të së vërtetës së tyre. Në shtëpi ndërkohë filluan të qarkullonin fjalë, disa banor kishin vënë re afrimin e Benitës me Klodin dhe e shihnin si kërcënim për balancat e krijuara. Ditët në vazhdim situata u bë edhe më e ndërlikuar. Eliona nisi të tregonte shenja pasigurie, Klodi duke i ndarë mes dy botëve, ndërsa Benita luftonte mes dëshirës për t'u hapur dhe frikës se mos dukej si personi i tretë në një histori që nuk ishte e saj. Në një pasdite me shi, Benita dhe Hygerta u gjendën sërish vetëm në dhomën e gjumit. Zhurma e pikave mbi çati krijonte një intimitet të çuditshëm. E vendosa, tha Benita. Do t'ja them Klodit çfarë ndjej. S'mund të rri më duke bërë sikur s'ka asgjë. Hygerta i kapi dorën, bëje për veten tënde, jo për garën. Çfarëdo që të ndodh, të paktën do jesh e vërtetë. Ajo bisedë u bë pikë kthese. Benita filloi ta shite situatën jo më si luftë me Elionën, por si kërkim të sinqert të asaj që ndjente. Ndërsa Hygerta mbeti mbështetja e saj më e fortë, zëri i arsyes mes gjithë kaosit të shtëpisë, marrëdhëniet brenda Big Brotherit ndryshojnë çdo orë, por fjalët e asaj mbrëmjeje mbetën gjatë në ajër. Unë dhe Klodi shkojmë më shumë. Ata nuk janë tipa të njëjtë. Këtë mendim kam dhe unë. Ishin fjali të thjeshta. Por që hapën një kapitull të ri, një histori ndjenjash, dyshimesh dhe të vërtetash që do të vazhdonin të shkruheshin para syve të gjithë publikut, dhe ndërsa kamerat vazhdonin të regjistronin çdo frymëmarrje, askush nuk e dinte se cili do të ishte fundi, një dashuri e lindur mes dritave, apo vetëm një kujtim i bukur i një loje të madhe.